Kreu i SPAK Lodian Brao gjatë një reagimi publik ka theksuar nevojën për goditjen e aseteve të përfituara nga aktivitetet kriminale duke nënvizuar se pasuritë me burim të palishëm duhet të sekuestrohen dhe konfiskohen. Ky reagim vjen pas aksionit ku u godit grupi strukturuar kriminal me 10 antar konkretisht: Nikol Bibaj, Isa Aliu, Sokol Bibaj, Florian Musaj, Armando Pacani, Denis Matoshi, Naldi Uzeiraj, Oklida Liu, Dritan Gjika, Shpëtim Aliu. SPAK vijon goditjen e rrjeteve të krimit të organizuar të përfshira në aktivitetin e trafikimit të drogës nga Amerika Latine për në Evropën dhe për Mbretërinë e Bashkuar, të veprimtarisë së pastrimit të parave dhe të pasurive me origjinë kriminale. Pasuritë me origjinë kriminale dëmtojnë ekonominë e lishme, konkurrencën e lirë, veprimtarinë ekonomike të bizneseve që punojnë në mënyrë të lishme dhe të ndershme. Ato rrisin forcën ekonomike të krimit të organizuar, përdoren për të financuar veprimtarinë kriminale dhe nuk sjellin asgjë të mirë publike. Për këtë arsye, pasuritë me origjinë kriminale duhet të sekuestrohen, të konfiskohen, të kalojnë në favor të shtetit dhe të përdoren për qëllime të lishme. SPAK garanton se veprimet e tij synojnë vetëm pasuritë me origjinë kriminale dhe pasuritë që lidhen me veprimtarinë kriminale. Në asnjë rast nuk do të cënohen të drejtat e pronësisë dhe të drejtat e tjera reale të personave fizik dhe personave juridik që investojnë në veprimtari ekonomike apo në sipërmarrje private, mjete monetare dhe pasuri të fituara në mënyrë të lishme, u shpreh Brao. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.